Në mars të vitit 2018, zbulimi dhe një studenti kanades trondi të botën në Britani. Christopher Weil, analisti të dhënave dhe studiuesi i sjelljes njerëzore, ul para kamerës dhe tha: It was a grossly unethical experiment because you are playing with an entire country, the psychology of an entire country without their consent or awareness. And not only are you playing with the psychology of an entire nation, you're playing with the psychology of an entire nation in the context of the democratic process. Ishte si një tronditje e heshtur. Brenda më pak se një jave emri një kompanie deri atëherë pa njohur, Cambridge Analytica, u bë kryelajm në të gjitha mediat. New details are emerging about how the shadowy data firm Cambridge Analytica worked to manipulate voters across the globe. So on March 16th, the New York Times and The Guardian reported that a data mining firm named Cambridge Analytica, which had worked on Donald Trump's presidential campaign, had improperly obtained access to more than 50 million user profiles. And bestriding this vast digital frontier is Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Për të kuptuar saktësisht se çfarë zbuloi Weil, duhet të kthehemi disa vite pas. Aty ku nisi të ndërtohej kjo makineri globale e inxhinierisë së opinionit publik. Pika e nisjes së procesit që më vonë çoi në krijimin e projektit Cambridge Analytica ishte themelimi në fillim të viteve 1990 i një kompanie të quajtur Instituti i Dinamikës së Sjelljes nga Nicholas Oakes. Më vonë në mesin e viteve 1990 pas rikonstruktimit dhe përfshirjes së personelit të operacioneve psikologjike të ushtrisë britanike, kompania mori emrin Strategic Communication Laboratories. Kompania Strategic Communication Laboratories ishte kompania e parë private që ofroi shërbime të luftës psikologjike ose tashmë quajtur operacione psikologjike për ushtrim. Ndonjëherë sulmi ndaj një grupi tjetër, duke ditur se do ta mposhtësh atë, në fakt forcon kohezionin dhe empatinë brenda grupit tënd, tha Nicholas Oakes. Misioni së cilës ishte të mësonte se si të ndikonte mbi mundësinë dhe mendësinë e popullit përmes informacionit. Fillimisht fusha e betejës ishte terreni i testimit, por më vonë të njëjta metoda gjetën zbatime edhe në politikë. Për të kuptuar fuqinë e analizës së audiencës së synuar, target audience analysis, le të ju referohen fjalëve të vet Oakes. Në një intervistë të vitit 2017 për Taggart, ai tha: "Ne përdorim të njëjtat teknika që përdoren Aristoteli dhe Hitleri. Ne drejtojmë emocionet e njerëzve për t'i përfshirë ata në një nivel funksional." Christopher Weil, i cili ju bashkua SSL-s në vitin 2013, fillimisht synonte të zhvillonte një model shkencor të sjelljes, por shumë shpejt e kuptoi se kishte hyrë në një rrjet që i përdorte të dhënat si instrument për pushtetin. Por në këto vite në këtë industri hyrën dy figura të reja dhe me ndikim: Robert Mercer, një miliarder amerikan, dhe Steve Bannon, strategjikës së djathtës ekstreme. Mercer solli kapitalin ndërsa Bannon ideologjinë. What did Steve Bannon want? Steve wanted weapons for his culture war. That's what he wanted. And we offered him a way to accomplish what he wanted to do, which was change the culture of America. Ky proces kishte nevojë për mjete softwarike që të mbinte të dhënat nga individët shoqëruar në shoqëri. Kështu, SCL krijoi një deg të quajtur Cambridge Analytica dhe pikërisht algoritmi që kishte projektuar Christopher Weil u bë zemra e kësaj strukture. Një grup studiuesish krijoi një aplikacion ku përdoruesit, duke i përgjigjur disa pyetje të thjeshta, vlerësonin tiparet e personalitetit të tyre. Por kjo lojë e padërshme, në të vërtetë ishte një portë hyrëse drejt një bote të mbushur me të dhëna personale. Sophisticated operations of companies like Cambridge Analytica will also use 5-factor personality profiling on individuals and group those individuals and target them specifically. So it's to look for people who are vulnerable to certain types of messaging. Qytesi i analizon të përdoruesi sipas modeleve të oqean, i njohur si 5 tiparet e mëdha të personalitetit. Hapja, prirja për të përjetuar gjëra të reja, ndërgjegjshmëria, rregullësia dhe saktësia, ekstraversioni, niveli i shoqërueshmërisë, pajtueshmëria, empatia dhe bashkëpunimi,
neuroticizmi, ndjeshmëria dhe ankthi. Këto të dhëna u ndërtuara me të dhënat reale të votuesit, si mosha, gjinia, adresa dhe madje edhe bindje politike, duke krijuar një profil të veçantë për secilin përdorus. Por gjatë viteve 2013 dhe 2015 në këtë histori u përfshi edhe një kompani e vogël nga Victoria e Kanadas, e quajtur Aggregate IQ. AIQ staff are listed under SCL Canada. So the internal documents of the company refer to this entity, AIQ, as SCL Canada. Dokumentet e zbuluara nga studiuesi sigurisë kibernetike Chris Vickers treguan se punonjësit e Aggregate IQ dhe SCL-s kishin qasje të mbazë të përbashkëta të dhënash. Në zemër të këtyre sistemeve fshihen një platformë me një emër ambicioz, Database of Truth apo baza të dhënave të së vërtetës. Kjo përmbante një bank të dhënash me qindra mijëra, e ndoshta miliona votues amerikan të mbledhur nga burime si Komiteti Kombëtar Republikan të fusha zgjedhore e Ted Cruz. Ky sistem nuk mblidhte vetëm të dhëna. Ai ishte gjithashtu në gjendje të parashikonte sjelljen zgjedhore të individëve dhe të ndikonte mbi emisionet e tyre përmes reklamave të personalizuara në Facebook. Dokumentet e Chris Vickers treguan gjithashtu se fjalëkalimet e serverëve ishin të pambrojtura. Kushdo mund të hynte, të lexonte të dhënat dhe të fillonte të fitonte qasjen e jetës private të miliona njerëzve. Pas sloganeve zgjedhore dhe reklamave tërheqëse, po merrte formë një trut digjital. Një makineri që ishte në gjendje të lexonte opinionin publik dhe ndoshta një sistem që blidhte jo vetëm të dhënat e përdoruesve, por edhe ato të miqve të tyre. Në total, vetëm nga Facebook u nxorën më shumë se 87 milion profile. Duke kombinuar këto të dhëna me sjelljen e përdoruesve në rrjetet sociale, u krijua një algoritëm që vetëm me 10 pëlqime mund ta njihte një person më mirë se kolegu i tij, me 150 pëlqime më mirë se prindërit e tij, dhe me 300 pëlqime më mirë se partneri i jetës. Kur Cambridge Analytica u angazhua në zgjedhje presidenciale të Shtetit Bashkuar, çdo votues në vend të reklamave të përgjithshme merrte përmbajtje të krijuar posaçërisht për të. Nëse një përdorues ishte i shqetësuar dhe me prirje konservatore ai shihte reklama mbi kërcënimin e migracionit. Nëse i kushtonte rëndësi lirisë individuale, i shfaqej një mesazh për të drejtën e mbajtjes së armëve. Ndërsa në një nën shqetësohej për të ardhmen e familjes së saj, asaj i shfaqej një video ku një fëmijë rrëmbehej dhe trajtohej apo trafikohej përmes kufirit. Këto reklama u shfaqeshin vetëm audiencave të caktuara dhe më pas zhdukeshin. Mesazhe kalimtare, por me ndikim të qëndrueshëm në mendjen e votuesve. Po atë vit, Britania arriti një tjetër moment historik. Referendumi për daljen nga Bashkimi Evropian njohur si Brexit. Edhe fusha e liv, Bashkimi Evropian përdori të njëjtën teknologji. Frika nga emigracioni, mosbesimi ndaj Brukselit dhe slogani rrimarrja e kontrollit. Ishin tre shtylla kryesore të mesazheve të saj. Në një diferencë e vogël prej 3.8% çojnë në largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Por ishte populli britanik dhe ai amerikan viktime dhe vetme të kësaj teknologjie? Jo. Në Kenya, ku kujtimi i dhunës së tij në vitin 2007 ishte ende i freskët fushata zgjedhore, e Uhuru Kenyatta në vitin 2018 me ndihmën e SSL-s hartoi një strategji që prekte pikërisht këtë plagë. U prodhuan video që riktheni pamje të përgjithshme dhe skena të dhunës së kaluar në këtë rrugë, duke përsëritur një parlim të fshehtë. Nëse kundërshtari fiton, këto tragjedi do të përsëriten. Mesazhi ishte i qartë, stabiliteti është me ne, çdo alternativë tjetër është rikthim në mangthin në së kaluars. Këto lloj fushatash janë veçanërisht të efektshme në shoqëri që mbartin një kujtesë kolektive të dhushme, sepse frika nga përsëritja e krizës ndrodh shpejt në një vendim elektoral. Sipas dokumenteve të publikuara nga deputetët britanik, një kontratë e nënshkruar në nëntor të vitit 2013 nga Zach Massingham, drejtori ekzekutiv i Aggregate IQ, dhe Jeff Sylvester, drejtori i teknologjisë së kompanisë me SCL-n, parashikonte bashkëpunim në një fushat politike në Trinidad dhe Tobago. Fushata Doso, e cila në pamje të parë dukej si një lëvizje rinore dhe antipolitike, me postera shumë ngjyrash, hashtag energjetik dhe mesazhe si politika është e ndyrë, askush nuk ja vlen të votohet,
kishte një objektiv të fshehtë të ulë të pjesëmarrje në votimet e një grupi të rinj urban, të cilët më shumë gjasa do të votonin kundër partisë në pushtet. Ndërkohë, në Ukrainë, përballja propagandistike digjitale mes Rusisë dhe kundërshtarëve të saj, brenda dhe jashtë vendit u shndrua në një terren ku përdoren njëkohësisht po këto teknika. Cambridge Analytica dhe kompani të tjera luajtën në këtë proces rolin e ofruesve të mjeteve teknologjike. Llogaritë rreme, shpërndarje të koordinuar të lajmeve të rreme dhe krija narrativash kontradiktore, të cilat injektoheshin njëkohësisht në rrjetet sociale. Qëllimi nuk ishte që të gjithë të besonin të njëjtë gjë. Qëllimi ishte që askush të mos ishte më i sigurt se çfarë ishte e vërtetë. E përbashkëta e këtyre të gjitha rasteve është e qartë, në këtë laborator global demokracia nuk drejtohet përmes debatit politik, por përmes manipulimit të emocioneve më të errëta. Zbulimet e Christopher Weil hodhën dritë mbi një realitet që shumë qeveri do të kishte preferuar ta shpërfillin. Edhe pse këto zhvillime çuan në mbylljen e Cambridge Analytica dhe SCL-s, të dhënat dhe llogaritmet e krijuara për tyre vazhdojnë të ekzistojnë dhe mund të keqpërdoren. Ky rast dëshmon se të dhëna mund të jenë një shpatë me dy tehe. Ato mund të ndërtojnë botën, por dhe të bëjnë shkak për shkatërimin e saj.